Vendi ynë gjatë ditëve të fundit është përfshirë nga moti i keq me rreshje të dendura shiu, si pasojë e rreshjeve intensive në të gjithë vendin ka patur problematika sipas emergjencave civile. Situata më problematike paraqitet në qarkun e Durrësit, Lezhës dhe të Shkodrës. Në Durrës, në zonat rreth stadiumit, Spitalës dhe Nishtulla, rreshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar përmbytje, ndërkohë në të gjithë qarkun e Durrësit është pezulluar procesi mësimor. Përmbytje ka patur edhe në aksin Tiranë-Durrës, Ana Sjelltas dhe mjetet janë në ujë. Përmes një njoftimi, bashkia bën me dije se situata problematike paraqitet në njësinë administrative Rashbull, si dhe në Mans, ku ura e fshatit Borxh rrezikon shembjen për shkak të prurjeve të mëdha të ujit. Nga Tirana deri në Rashbull, qarkullimi vijon pa probleme dhe rruga drejt Rinasit nuk ka shfaqur problematika. Ndërkohë për në Tiranë, policia bën apel për drejtuesit të përdorin rrugën e Ndroqit. Automjete që vijnë nga jugu në drejtim të Tiranës të qarkullojnë nga rruga e Plepave për në Ndroq dhe nga rruga Rogozhin, Elbasan Tiranë. Për në Durrës, kalimi do të bëhet nga rruga Universitetit në drejtim të Spitalës dhe në rrugën Tiranë Elbasan Rogozhin. Sipas njoftimit, mësohet se deri më tani për shkak të përmbytjeve janë evakuuar disa familje me nga 3-4 anëtar secila, të cilat janë sistemuar pranë kovaleshencës. Në Lezhë, kanalizimet nën-toksore nuk e kanë përballuar nivelin e lartë të prurjeve, duke sjellë përmbytje në lagjen Beslidhja. Situata më problematike u paraqit në bllokun e banimit 11 janari dhe 11.2 hektar, ku niveli i ujit arriti në deri disa centimetra, duke bllokuar hyrjen e pallateve dhe vështirësuar lëvizjen e qytetarëve dhe të automjeteve. Si pasojë e motit të keq në ultërsirën e rrethit të kryes, tokat bujqësore janë përmbytur si pasojë e mos funksionimit të kanaleve kulluese. Në njësinë administrative Bubq, disa fshatra janë mbuluar nga uji. Aktualisht rrugët janë të kalueshme vetëm për mjetet e larta. Rreshjet e dendura të shiut kanë krijuar probleme edhe në zonën e Kurbinit, ku disa hektar toke ndodhen të përmbytura. Probleme janë evidentuar edhe në fshatin Fush Mamurras, ku mësimi është ndërprerë për shkak të pranisë së ujit në ambientet shkollore. Banorët shprehen se kjo situatë përsëritet sa herë ka rreshje të dendura shiu, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme kryesisht në bujqësi dhe në Blegtori. Smerr masa për ne, spysin, dash miell, unë kam shkull vaktën 40 rranja ardhia, për fatin të keq që ka po, ai Anton Brozi, vjet i kontrolloi prapë, unë kam në tokat me qera, tha ne janë gja komplet, të grune. Dëmdime me bujqësin, janë gja grune, Blegtoria, pula e gjana. Kira dëmdime me pulat, shëve shtetës vetor këta, smerët ata si mas për bujkun. Në qarkun e Shkodrës raportohet për banesa të përmbytura. Deri më tani 15 banesa në Malsinë e Madhe janë në ujë për shkak të daljes nga shtrati të përrojit të thatë. Rruga që lidh dy fshatrat, Plag dhe Kanicë, është dëmtuar. Inertet kanë bllokuar aksin Tepelen Gjirokastër, kufizimet e energjisë në Finiq dhe në disa zona të Vlorës. Ministri i Mbrojtjes ka thirrur mbledhjen e Komitetit të Emergjencave Civile. Ndërkohë, rreshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar probleme serioze në rrugën nacionale Burrel-Skuraj. Si pasojë e motit të keq, gurët dhe inertet kanë përfunduar në asfalt, duke krijuar rrezik për qarkullimin e automjeteve. Rrëshqitje masive janë regjistruar në afërsi të urës së Ulzës, si dhe pranë sektorit C, ndërsa problematika të ngjashme janë konstatuar edhe në segmente të tjera rrugore. Gjatë orëve të natës, qarkullimi është zhvilluar vetëm në një kap, pasi aksi nga Burreli në drejtim të Milotit ka qenë i bllokuar në disa segmente, duke vështirësuar ndjeshëm lëvizjen e automjeteve. Situata përkeqësohet edhe nga vërshimi i ujrave në rrugë, si dhe nga tuneli i Shkopetit, çka e bën qarkullimin edhe më të vështirë. Rreshjet dhe prurjet e paparashikuara nga lumejnë tansor kanë rritur gjithashtu nivelin e ujit në hidrocentralin e Kaskadës së Dririt, edhe në atë që vijojnë shkarkimet e ujit nga hidrocentralet e Komanit dhe të Vaut të Dejës me një sasi aktuale prej 700 m3/sekond. Aktualisht, sipas të dhënave nga Bashkia Shkodër dhe Shtabi i Emergjencave në prefekturë, nuk ka rrezik përmbytje. Hidrocentrali i Firzës ndodhet aktualisht në kotën 280 metra nga 296 metra, që është kapaciteti maksimal i lejuar, duke vijuar operimin në parametra të kontrolluar.